Pas nesër jam në gjyq për kthimin fizik të pronës. Ju para një jave keni thënë që ajo pronë është e trashëguar dem baba dem. Mua më vrau, sepse u duke paragjykuar, u duk sikur unë tani çfarë të pres për gjykatësit. Kam të drejtë për mbi atë pronë apo s'kam, do ta vendos gjykata. Fakti që mua më kanë sorollatur për 35 vjet, 25 vjet luftoj i mat, derisa vdiq me këtë plagë, pastaj ma la mua. Është diçka, tregon diçka. Ne s'kemi folur, nuk na ka intervistuar askush. Fakti që s'kemi vrarë, s'kemi prerë dhe s'kemi bërë kontraband armësh, nuk do të thotë që s'duhet edhe të intervistohemi për televizion. S'kemi patur zë. Dhe unë ndjeva vërtet i atakuar, i prekur nga disa deklarata tuaja. Të më thënë që unë kam thënë që prona është e trashëguar. Ju thatë në deklaratën e parë, para një jave keni thënë që kjo tokë është e trashëguar dem baba dem. Edhe një, jo, nuk është e vërtet. Të ta shpjegoj unë tani, se fjalët kanë peshë të madhe, nuk thonë kot gjua, kot s'ka s'ka, po kot s'ka thyen, kështu që unë jam shumë i kujdesshëm me fjalën dhe unë kam thënë që prona është e kthyer den babaden. Është kthyer shumë vite më përpara, nuk është kthyer nga kjo qeveri, ose më saktë se qeveria s'kthen prona, por nuk është kthyer nga në këtë periudhë të kësaj qeverie, është kthyer den babaden, kam thënë. Si dhe pronat e kthyer janë prona që janë të trashëguara. Kështu funksionon ligji. Kthehen pronat e trashëguara me ligj. Pastaj, a ka kthime të gabuara ose të padrejta, me siguri ka plot, nuk diskutohet, por këtë nuk e vendos unë, këtë nuk e vendos qeveria, këtë nuk e vendos hipoteka, këtë nuk e vendos asnjë agjenci që merret me zhvillimin e pronës. Këtë nuk e vendosin noterët kur noterizojnë kalimin nga një prone nga njëri te një tjetër. Këtë e vendos vetëm gjykata. Apo jo. Kështu që ndjesin nëse je ndjer i lënduar, po s'më ke kuptuar si duhet, sepse unë nuk përfaqësoj pronarët. Për dijenin tuaj, unë nuk e kam takuar kurrë asnjë nga pronarët që përfliten, sipas që janë pronarë dhe përfliten që s'janë pronarë, asnjë. Nuk kam iden fare, hiç fare për çfarë marrëveshje kanë bërë investitorët me pronarët, është një çështje private.